Pas 8 muaj qëndrimi në paraburgim dhe gati 18 të tjerë në arrest shtëpie, ish kryebashkiaku i Durrësit Vagjush Dako do të rikthehet sërish në qeli. Gjykata e posaçme e apelit vendosi ditën e martë që të lërë në fuqi vendimin në shkallës së parë të nëntorit 2024 për dënimin me 4 vite burg të Dakos për vepër penale të shpërdorimit të detyrës. Vagjush Dako, pas e mori vesh lajmin, përfundoi në spital. E ka kaluar aritmi pas vendimit dhe më pas e kanë gjetur në spital. Dako tashmë do të detyrëzohet burgut. Apeli i GKK-s rrëzoi ankimimin e ish kryebashkiakut për ndryshimin e masës së sigurisë ndaj tij. Duke përllogaritur kohën e paraburgimit si ata të arrestit shtëpiak, Dako duhet të kalojë vetëm edhe 9 ditë të tjera në burg. Policia shkoi në shtëpinë e tij për zbatimin e vendimit, por për shkak të problemeve shëndetësore, ai u dërguar në spital nga efektive dhe pas vizitës mjekësore, Dako ruhet nga policia e burgjeve. Në bazë të kodit penal, çdo ditë në spital është e barabartë me 1 ditë burg. Nëse do të qëndrojë edhe 9 ditë në spital, detyrimi i burgimit quhet i kryer.